Pas rikthimit në kategorinë e parë, Beslidhja ka nisur zyrtarisht përgatitjet për sezonin e ri futbollistik. Ekipi Lezhjan zhvilloi seancën e parë stërvitore në drejtimin e trajnerit Elvis Flori, duke hapur kështu një kapitull të ri me objektiva të qartë dhe ambicioz, ngjitjen në Superlig. Klubi ka arritur të afrojë disa futbollistë cilësor, ndërsa merkatoja mbetet ende e hapur për të plotësuar grupin me elementë të tjerë që do rrisin forcën konkurruese të ekipit. Trajneri Elvis Flori u shpreh se skuadra është aktualisht e kompletuar në rreth 80%, ndërsa drejtuesit po punojnë për finalizimin e afrimit të disa lojtarëve të tjerë me eksperiencë dhe cilësi, me qëllim ndërtimin e një ekipi që do të luftojë për objektivin mallor, ngjitjen në Superlig. Unë shpresoj shumë tek kjo skuadër. Sot është dita e parë e stërvitjes, normalisht nuk mund të them se është kompletu gjithë ekipi. Them se gati 70-80% e ekipit është formatu. Dhe unë si trajner jam shumë i kënaqur me grupin dhe me lojtarët e afruar, po ashtu edhe me lojtarët të cilët kanë rinovuar kontrata dhe janë pjesë e Beslidhjes. Besoj se Beslidhja kupton shumë mirë vendin ku ndodhet tani, pra jemi në kategorinë e parë, por mendoj se kemi hi me një objektiv të qartë dhe duhet ta theksoj pa filluar sezoni. Objektivi jonë i qartë është që të kalojmë në kategorinë superiore, pra të kapim Superligën. Kam thënë që vjet, pra Beslidhja është një skuadër e cila nuk meriton të jetë aty ku ishte. Tani jemi në një kategori të parë ku është një sfidë e jona, por jo vetëm e jona, është një sfidë për gjithë qytetin, është për të gjithë klubin. Mendojmë si të ecim përpara dhe dita ditës të krijojmë një ansambël të mirë dhe të kemi një ekip i cili gjatë fazës përgatitore të na jap frytet dhe të bëhet një skuadër ku të konkurrojë dërsisht për arritjen e objektivit. Flori theksoi se faza përgatitore do shfrytëzohet maksimalisht për të krijuar harmoninë e grupit dhe për të përgatitur skuadrën në aspektin fizik dhe taktik. Ai bëri të ditur se Beslidhja do të zhvillojë edhe disa ndeshje miqësore, të cilat do të shërbejnë për testimin e futbollistëve dhe konsolidimin e formacionit përpara nisjes së kampionatit. Do vazhdojmë këtu me stërvitjet për 3 javë. Pastaj pas 3 javë do shkojmë diku jemi në kontakte, pra kemi 2 vende të cilat jemi duke trajtu. Është një problem i cili nuk varet nga ne, ndeshjet miqësore, sepse kampionati i ne fillon pak me vonesë dhe duhet të zgjedhim një vend ku të kemi ndeshje miqësore sepse të na shërbejnë më së miri për koladimin e skuadrës dhe kjo është ajo dilema e cila kemi me akoma pa vendosur qytetin ose shtetin ku do të shkojmë për me bë fazën përgatitore. Me një bazë të ruajtur nga sezoni i kaluar, përforcime cilësore në merkato dhe mbështetjen financiare të presidentit Pierin Fushaj, Beslidhja synon të jetë një nga skuadrat protagoniste të kategorisë së parë, me objektivin e qartë për të rikthyer futbollin lezhjan në Superlig.